Pasi shtëpia e Liridon Berishës u përpyet nga vërshimet, ai me familjen e tij për një javë qëndruan të sistemuar në një objekt tjetër. Mirë po, qëndrimi i tij në këtë objekt është i mundur vetëm deri nesër, pasi është lajmëruar se duhet të gjejë një vendbanim tjetër të përkohshëm për t'u sistemuar. E për këtë situatë, Berisha thotë se vështirësia e gjetjes së një vendbanimi tjetër kaq shpejt është shumë e madhe. Dhe me tani kënë qëndru në Hotel Apollonia, na kam botë më qënë për një javë ditë, edhe sot jemi aty, tani për nesrit, nuk di ka keme shkuj në akon në komune, na kam thonë se banesa socialit nuk ka herë ku me qëndru, mundi me gjeta dikun me banu jo, banesa se dishka, atë mandena mundu me pagu komunja, 1 muj ose 2 muj, maksimum dhe në 3 muj, dhe sa stabilizohen me shpi më këtu që shinkon apet, ne do këshyr, po nuk kem të mujt me gjeta ja ku me najt. Edhe sot jemi aty, tani do të me këshyr për me boj zi dhe me najt dikun. Berisha tregon se gjendja e tij shëndetësore nuk ja lejon të punojë që të sigurojë mjete për të sanuar dëmët të cilat ia shkaktuan vërshimet në shtëpinë e tij. Shumë është e vështirë, qysh po shihet, këtë cenat i ka prishtë në shpej. Edhe ga una punës që kem njerë të punu, kom pas problem me gjumë, ka do preventi, kom do legamentet të hutën, e nuk kem dhe pa punën për momentin. Edhe domi është i madhë, të morë njerë, financiarisht more nuk kemi njerë për kërkujt. Për ndihma na kam pru kështët. Në tonë na ka pru komunja, na kam pru dhe kujt që kush na ka ndihmu me gjana arshimor kështët po. A për ndihma dhe shka financiare nuk kemi morë për kërkujt alaj herë. Që kjo është pak makes se jam edhe mes mi të vëgjel. Tutje kryefamiljari Berisha ka kërkuar ndihmë nga institucionet dhe vullnetmirët që t'i ndihmojnë me gjetjen e një vendbanimi të përkohshëm, ndërkaq detyrimet i paguan komuna. Ndihma është mund që me në animu njëherë me gjetë ku me banu, desa të strehom apet në përshpi, desa të regulojmë në shpinë që përshqit që bo, me gjithë se komisioni kone ka këshyr shka ka bo dëmë, bo ka thonë se njerë shko një proces desa dalim në një mu dishka, edhe komunja në ka thonë që shtu me mujmi ndimu, a më njerë shka që të tonë do me gjetë një banes, ku shka që mundës me nga gjetë, komune ja pagun, me thonë ja pagun qëranë s'ka ka nevoj. 1 muj ose 2 muj maksimum desa të regulohet që kjo shpi, desa tim ta, po kërkoj me nga gjetë dikush me nga një mu me nga gjetë një banes për me i dikun ku me najtë. Rreshtet atmosferike që ishin prezente një javë më parë kanë bërë që shumë qytetarë të evakuohen nga shtëpitë e tyre për shkak të depërtimit ujrave në shtëpi, të cilat e kanë bërë të pamundshëm qëndrimin në shtëpitë e tyre deri në sanim të plotë.